për të folur në programin tonë deri rreth orës 10 zonja dhe zotërim. Fillimisht do të shkojmë tek Armend Pira, ai ndodhet tek Pallati i Sportit Farijeoti. Tjetër betejë atje e pambaruar. Nuk po numërohen pikët e ndonjë ndeshje voleybolli apo basketbolli, po numërohen fletët e votimit të kutive që kishin përzgjedhjet e 11 majit dhe që me sa duket kanë pasur paregullësira të paktën me atë që është raportuar në orët e fundit. Atëherë Armend, ku jemi me procesin? Çfarë po ndodh aktualisht në këtë moment? Atëherë, procesi i rinumërimit është mbyllur për ditën e djeshme për qarkun e Elbasanit, me të paktën 94 kuti, të cilat i përkisnin Gramshit dhe Peqinit, ku një pjesë e konstatimeve që u reflektuan edhe nga ana e Partisë Demokratike kishte sa i përket mungesës së disa elementeve të sigurisë, si vulat e plota në fletët e votimit, apo edhe pjesa e mungesës së vulave si pjesë subjektesh në kutit e votimit. Po ashtu, her pas here është vërejtur fletë më shumë se votues, apo dhe mungesë të fletëve të papërdorura. Ndërkohë që kjo procedurë, siç ndodhi për qarkun Elbasanit, do të ndodhte edhe për 20 ditë të tjera për qarqet e tjera si Tirana, Durrësi, po ashtu edhe Fieri. Ndërsa sa i përket ditës së sotme, është ora ka kaluar paksa ora 9 dhe ka nisur puna pranë Pallatit të Sportit Farijeoti, ku një pjesë e mirë e numëruesve do t'i dedikojnë ditën e sotme qarkut të Tiranës, ku pritet numërohen afërsisht 1284 kuti votimi, të cilat janë marrë në shqyrtim nga ana e KQZ, por dhe përfaqësuesve të subjekteve dhe partive politike, ndërkohë që për qarkun e Durrësit do të kemi një total prej 360 kutish të cilat do të numërohen, së bashku me 85 afërsisht të diasporës. Por që mbetet le të themi një qark që luan një rol goxha të veçantë për sa i përket çështjes së rinumërimit, për shkak se ka dhe numrin më të madh të mandateve, por dhe për shkak të garës së fortë që ne kemi parë për sa i përket qarkut të Tiranës, ku doja të ju kujtoj disa prej emrave të cilët fituan ngushtë ndaj kolegëve të tyre, ku le të themi Olta Xhaçka dhe Blerina Gjulameti ishin dy zonjat e Partisë Socialiste, të cilat arritën të garonin deri në votën e fundit për sa i përket numërimit, kryesisht ajo e votës së diasporës, po ashtu dhe Orlando Rakipi së bashku me Xhemal Qefalia në Tiranë kishin një ngushtim diferencë votash goxha të ngushtë, ndërkohë që për qarkun e Fierit do të shohim dhe të presim nëse do të ketë apo jo mundësi koalicioni Nisma Shqipëria bëhet për të futur kandidatin e tyre Azmer Duleviç, i cili pati një diferencë votash me afërsisht 500 të tilla në raport me Partinë Socialiste, e cila rrëmbeu edhe mandatin e 12. Ndërkohë, një le të themi moment decisiv është edhe sa i përket mandatit të dytë të Partisë Mundësia, duke qenë se Partia Demokratike arriti të merrte vetëm një mandat nga lista e hapur, ku zonja Tabaku ishte kryesuesja e parë me votat, dhe betejë bëhet për të futur në parlament edhe zotin Ilir Ali Mehmeti, dhe do të shohim se çfarë do të arrijë të prodhojë kjo lloj situate. Kështu që vëmendja do të jetë goxha e shtuar tek zona të qarku i Tiranës, ku do të kemi numërimin më të madh gjatë ditës së sotme për sa i përket kutive, dhe vëmendje goxha të shtuar ka edhe prezenca e subjekteve politike. Pak më parë ka qenë dhe një prej përfaqësuesve deputetëve të rinj të Partisë Mundësia, i cili arriti të ketë përkohësisht paktën derisa certifikojnë zgjedhjet mandatin e tij, për të ndjekur nga afër mënyrën se si do të bëhet rinumërimi. Ajo që theksojmë pak më parë ishte edhe fakti se çfarë është vërejtur më shumë tek pjesa e kutive të numërimit. Kryesisht janë fletë të papërdorura, të cilat janë le të themi raport kundërt me atë se çfarë është raportuar më herët, ka fletë votimi më shumë se zgjedhës, megjithëse këto kanë qenë le të themi raste të izoluara, raste të vogla me 2-3 apo më pak se 10 fletë të cilat numëruara. Paregullësi, apo i merr dikush në shqyrtim, pra a ka një reagim Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, çfarë thot për to, sepse nuk kanë qenë pakta, po qoftë edhe një sigurt. Padyshim, nga ana e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve është raportuar që nuk cënohet siguria apo le të themi legitimiteti i zgjedhjeve të datës 11 majit me raste të tilla sporadike. Po ashtu edhe nga ana e KAS, të cilët kanë përfaqësues nga të dyja kajet politike, është kërkuar pakdurim deri në numërimin e plot të gjithë kutive, të cilat janë përcaktuar për të rinumëruar, për të dalë më pas në një rezultat konkret, nëse do të kemi apo jo le të themi zgjedhje të përsëritura.
por gjasa deri më tani, të paktën nga ana e deklaratave publike, duket se nuk do të ketë të tilla dhe maksimumi mund të shkohet në rizgjedhje për sa i përket të një qarku, por dhe kjo padyshim nuk është asgjë zyrtare, janë thjesht hipoteza të cilat janë ngritur ditët e fundit për të bërë të mundur që gjithë qarku të ketë një rregullsi në procesin e zgjedhjeve. Çdo gjë, çdo problematik, çdo konstatim i cili gjendet tek pjesa e rinumërimit padyshim administrohet nga KQZ dhe KAS, i cili është edhe organi më i lartë për sa i përket rregullsisë dhe legitimitetit të zgjedhjeve, dhe më pas do të shohim mundësinë nëse do të kemi një vendimarrje nga ana e KAS, do të kemi një vendimarrje nga ana e KQZ, apo do t'i le themi takoj organeve më të larta si gjykata kushtetuese apo dhe vetë presidentit për të marrë të tjera vendime të rëndësishme për fatin e zgjedhjeve në Shqipëri. Megjithatë, do të jetë një proces i cili do të zgjasë edhe për 20 ditë të tjera, do të kemi ritëm sa i përket mënyrës se si do të numërohen, kështu që të mbyllet e gjithë kjo histori, po shohim nëse mund zgjasë për tek sa. Tirana përfundon me numërimin sot brenda ditës, Armen? Vështirë sepse numri i kutive të cilat do të numërohen janë të paktën mbi 1240 të tilla, kështu që nëse do të bësh fjalë për një kuti votash të paktën nën 100, edhe mund të kishim le të themi shpresën se do të kemi një numërim të brenda ditës së sotme, por do të jetë një proces që do të zgjasë më shumë. Dhe pikërisht janë marrë qarqe të cilat kanë pasur kuti më shumë votimi, por dhe numrin e mandateve më të larta, duke qenë se diferenca pikërisht bëjnë në këto qarqe. Besojmë se do të marrë kohën e mjaftuar, kohën e duhur, edhe të shohim se cili do të jetë verdikti final i organeve përkatëse për sa i përket legitimitetit të zgjedhjeve të 11 maj. Tu jemi ne. Faleminderit Armen, po. Ta ndjekim. Faleminderit Armen Pire për raportimin nga Pallati i Sportit Farioti. Mirë, ndryshojmë tani temë dhe siç u thamë pak më herët, duam të përqendrohemi tek një fakt që nuk më them na shqetëson, por gjithsesi na bën të reflektojmë për faktin se për çfarë janë diagnozat më të shpeshta tek ne shqiptarët kur sëmuremi. Dhe kjo tregon shumë ndoshta edhe për stilin ton të jetesës, për mënyrën se si kujdesemi për veten dhe jo vetëm. Kështu që kemi një miks të gjithave. Pak të gjitha dhe unë jam dakord. Dhe jemi në studio me Skënder Bratën, me drejtorin e Qendrës Kombëtare të Urgjencës Mjekësore në Tiranë, ai si doktor si për herë. Jemi dhe me doktoreshën mjeken